Dinamo ka ndërprer serinë e saj pozitive duke pësuar një humbje të pastër 3-0 në fushën e Apollonis, e dyta kjo për blut e Kryqytetit në këtë sezon. Në këtë ndeshje si pretendent kryesor për të fituar titullin duken të besuarit e Atlantikës, që bën gjithçka mirë në fushën e lojës, ndërkohë që me trofeun në një dorë, Shkëlqi Muça duket se do të ketë të vështirë të motivojë skuadrën e tij në javët e mbetura të këtij sezoni. Në Loni Papuqiu të parët e marrin fjalën dinamovitët, që janë më kërkues në lojën e tyre në minutat e para. Soza teston për herë të parë Hoxhën me një arkim nga e djatha që ndalet me vështirësi nga portieri vendas. Seva jep një tjetër sinjal se fierakët nuk do ta kenë të lehtë, por nuk koordinohet si duhet me gjuajtjen e tij me kokë, i shqetësuar dhe nga Mondresa. Apollonia reagon dobët me një goditje nga distanca e cila nuk shqetëson Kotorin deri atëherë në rolin e spektatorit. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për kolegun e tij Fierak, i cili do të shpëtonte portën e tij nga një gol i sigurt. Seva i vetëm me Hoxhën nuk arrin të kalojë këtë të fundit, që i thotë jo tentativës së sulmuesit dinamovit. Ky do të ishte edhe rasti i fundit për të dyja skuadrat sa i përket pjesës parë, që do të mbyllej me rrjeta të paprekura. Pushimi në dhomat e zhveshjes transformon Apollonin, skuadra e ligës kthehet më agresive në pjesën e dytë dhe në minutën e 57 do të kalonte në avantazh. Bërkic gjuan saktë me kokë brenda zonës duke zhbllokuar rezultatin e takimit në favor të fierakëve. Kaq mjafton që të besuarit e ligës të bëhen padron të fushës. Nuk është ndeshja e Metos, i cili shkon shumë pranë dyfishimit me gjuajtjen e tij nga distanca që ndalet vetëm nga shtylla e Majt Pingule. Gjithsesi goli i dytë për vendasi nuk do të vononte. Në minutën e 69, Bërkic bën çdo doj me mbrojtjen dinamovite dhe pasi kombinon saktë me shokët e tij, mbyll në mënyrën më të mirë aksionin e nisur nga vetë ai. 2-0 dhe gjithçka flet për Apollonin, kjo dhe për atë që bën Dinamo në fushën e lojës. Blut e Muçës nuk arrin të organizohet dhe krijojnë shumë pak sa i përket sulmit. Nga ana tjetër Apollonia luan më mirë dhe kërkon të bëjë sa më të madh suksesin e saj ndaj skuadrës më të fortë deri në këtë pikë të sezonit. Gjithsesi asgjë nuk do të ndryshonte të paktën deri në përfundimin e 90 minutave të rregullta. Të tjera skenare sjell shesa e lojës. Apollonia do të thellonte fitoren e saj me golin e tretë që mban firmën nga Alban Mones, i cili do të vulloste përfundimisht suksesin e skuadrës së ligës. Pas kësaj fitore Apollonia është ngjitur në kohën e 29 pikëve në tabelën e renditjes. Asnjë dram për Dinamo në Shkëlqi Muçës, me diferencën që kanë në krye të klasifikimit blut e Kryqytetit mund t'ia lejojnë vetes ndonjë hap fals.